Pothuajse të gjithë funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë reaguar ashpër ndaj ministrit të sapo emëruar të veçqeverisës lokale Ivan Stolković, i cili deri më tani drejtonte ministrin për marrëdhënie ndërmjet të bashkësive. Reagimet vijnë pasi BDI pretendon se nënkryetaria e partisë Arbana Pasholli, gjatë pauzës së seancës plenare, ku po zhvilloi debati për shkarkimin e ministrave, është sulmuar verbalisht nga Stolković. E para që reagoi nga kuvendi ishte koordinatori e grupit parlamentar të BDI-së, Rina Ajdari. Ajo deklaroi se Ivan Stolković duhet të kërkojë falje publike për fyret e drejtuara ndaj deputetëve, ndërsa sipas saj të njëjtën gjë duhet ta bëjë edhe kryeministri. Ajdari theksoi se me fyret dhe sharrit e tij, Stolković nuk ka ofenduar vetëm deputetët, por edhe rreth 107.000 qytetarë shqiptar që sipas saj i kanë dhënë votën partisë Vlen. Me atë ofendim, ai ka sharë dhe ka ofenduar edhe ato 107 shqiptarët vota që ju i konsideroni të pastra se i keni marrë. Dhe kjo është e vërteta që duhet thënë hapur. Nëse vazhdohet kështu, për ne nuk ka logjik të qëndrojmë në këtë seancë, në këtë sallë ku jemi ofenduar nga një individ i cili akoma nuk e ka marrë. Imagjinoni kur do ta marrë funksionin e ministrit, çfarë mund të bëjë ai? Ndërkohë, BDI ka shprehur solidaritet të plot për deputetën Arbana Pasholli, të cilët gjithashtu kërkojnë përgjegjësi politike të menjëhershme. Ata theksojnë se sulmi verbal ndaj deputetës së tyre është pasqyrë e mentalitetit politik të qeverisë, si shton pa legjitimitet etnik. Shqiptarët nuk do të pranojnë që përfaqësuesit e tyre të fyhen, ndërsa ata që i kanë votuar të bëhen spektator ose bashkëpunëtor të këtij degradimi politik. Ndonëse jo aq e zakontë në skenën politike të vendit, por në mbrojtjet e Pashollit ka dalur edhe deputetja e partisë Vlen, Saranda Imeri Stafaj, e cila, përveç që ka postuar një fotografi të përbashkët, ka shkruar se çdo sulm verbal ndaj një gruaje është ndër aktet më të ulta që mund të bëjë një individ. Përveç individeve, edhe Partia Aleanca për Shqiptarët ka reaguar duke thënë se gjuha e urrejtjes nuk ka vend në kuvend, ndërsa Stolković duhet të përgjigjet për gjuhën e tij denigruese ndaj një gruaje.